Të nderuar vëllezër dhe motra, sot kam një mesazh në lidhje me zullumin, padrejtësinë, keqbërsinë, mizorinë. Allahu në Kur'anin famëlart e ka cituar: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Mos mendo kurrësi që Allahu nuk e vëren atë që bën, padrejtësi, keqbërsi, mizori. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مِنْ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَلِ. Dhe atë ditë do t'i shohësh keqbërësit të lidhur në pranga. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. E zjarri do t'u ambështjellë fytyrat. Kujtoni vëllezër dhe motra, mbretin e Egjiptit, faraonin, Allahu i dërgoi Musajin a.s. për ta paralajmëruar që mos të bëj padrejtësi, t'i kthehet rrugës së drejtë. Por ai nuk e dëgjoi dhe vazhdoi padrejtësinë, vazhdoi zullumin, vazhdoi keqbërjen mbi popullin e tij. E ku përfundoi pastaj, të nderuar vëllezër dhe motra? Përfundoi në fund detit. Mos thoni vëllezër dhe motra asnjëherë: "Jo, po ai nuk e gjej belan, fatkeqësinë këtë botë. E ç'më intereson botën tjetër mua? Do ta gjej belan edhe në këtë botë, fatkeqësinë, dënimin edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër." Ashtu siç ua citova në ajetet kuranore, që do të dale përpara Allahu xhaleshanu çdo vepër e jona. Kudo që të jemi, në tokë, në det apo në ajër, le të kujdesemi për veprat tona, se vjen dita që do ta paguajmë për çdo gjë. Dhe për ato persona që e kryejnë, e bëjnë zullumin, mizorinë, mos ju duket vetja më i madh se Allahu, si për Allahut. Dhe mendojnë se nuk do t'ju vijë asnjëherë ai dënimi i Allahut. Allahu të punon, por nuk të harron. Njerëzit e guximshëm janë krijuar për të luftuar padrejtësitë, për të luftuar zullumqtarët.